Marka e njohur e restoranteve Kentucky Fried Chicken tashmë do të jetë prezente edhe në Shqipëri. Recetat origjinale të gatimeve që ofron ky brend i njohur ndërkombëtar i kulinarisë shqiptare do të mund të shijojnë në restorantin i cili ndodhet në ambientet e qendrës tregtare Tirana Eastgate. Edhe konsumatorët shqiptar kanë mundësi të provojnë shijen origjinale të recetës sekrete për mishit të pulës, të shpikur 75 vjet më parë nga Colonel Sanders dhe që vazhdon të magjepsë botën. Kentucky Fried Chicken është e para markë ndërkombëtare restorantesh që vjen në Shqipëri në qendrën tregtare Tirana Eastgate. KFC momentalisht është prezente në më shumë se 125 shtete. Dëshira jonë është të shpërndajmë recetën sekrete dhe shumë të shijshme, të shpikur nga Colonel Harland Sanders, gjithashtu themeluesi KFC-s çdo njeriu në botë. Jemi shumë krenarë që jemi e para markë ndërkombëtare restorantesh e cila vjen në Shqipëri. Ndërsa konsumatorët shqiptar shijojnë të njëjtën cilësi ushqimi si në shumë kryeqytete të botës, investitori i këtij restoranti gjykon se kjo ishte koha më e mirë për këtë sipërmarrje në Shqipëri. Vendosëm të hynim në tregun shqiptar sepse menduam që ky ishte momenti i duhur që edhe në Shqipëri më në fund të hynte një zinxhir i njohur ndërkombëtar restorantesh. Çdo ditë më shumë shoh një potencial të fuqishëm i cili vjen nga ky vend dhe besoj se shumë shpejt do ta zhvillojmë dhe përhapim akoma më shumë zinxhirin e restoranteve tona në të gjithë vendin. Askush nuk del i zhgënjur nga restoranti më i ri në kryeqytet. Mishi i pulës përgatitet nga guzhinjer të trajnuar për të nxjerrë një produkt të shijshëm, të freskët dhe me shije të pandryshuar nga ajo çka përgatiste Colonel Sanders 75 vjet më parë.